Vetëm një muaj pas emërimit në detyrë, administratori i ri i aeroportit të Vlorës ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme. Një javë më parë, Mentor Hajdaraj ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme nga posti i administratorit të kompanisë Via, e cila menaxhon projektin strategjik të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Duke filluar nga data e këtij njoftimi, heq dorë nga çdo përgjegjësi ligjore, financiare dhe morale për çdo vendim. Veprima apo marrëveshje që mund të ndërmerret nga ana juaj apo në emër të këtij bashkëpunimi të mëparshëm, ka njoftuar ai. Zoti Hajdaraj ishte emëruar në këtë pozicion me 1 shtator sipas një vendimi të njëanshëm të aksionerit Mapgo Construction të Bexhet Pacollit, por ka zgjedhur të largohet duke e motivuar largimin e tij me arsye personale, ndonse ky variant duket i vështirë të besohet pasi zoti Hajdaraj kishte vetëm një muaj në këtë detyrë. Kjo duke patur parasysh edhe faktin se dorëheqja e Hajdarajt vjen vetëm pak kohë pasi paraardhësi i tij Valon Luka, krau i djathtë i Bexhet Pacollit për më shumë se 18 vite dhe administratori i shumicës së kompanive të tij, u shkarkua në mënyrë të beftë dhe arbitrare nga drejtimi i kompanisë Vlora International Airport. Shkarkimi i zotit Luka nuk lidhej me mungesë performance apo aftësish profesionale, përkundrazi, ai ishte një ndër figurat më të besuara të Pacollit. Arsyeja vërtet lidhet me konfliktin që ka shpërthyer për ndarjen e kuotave mes dy aksionerëve të aeroportit, Bexhet Pacolli dhe Valon Ademi. Menjëherë pas shkarkimit, zoti Luka përmes një reagimi publik akuzoi publikisht Bexhet Pacollin për devijim të rënd nga parimet e mirë qeverisjes. Këto dy dorëheqje dhe shkarkimet njëpasnjëshme nuk janë të rastësishme, ato dëshmojnë konfliktin e rënd që ka shpërthyer mes Bexhet Pacollit dhe Valon Ademit për ndarjen e kuotave. Aktualisht pronësia e aeroportit është ndarë në masë 98% për Pacollin dhe 2% për Valon Ademin, përmes kompanive të tyre respektive. Por Ademi pretendon se atij i takojnë 47% e aksioneve për shkak të investimeve që ka bërë në ndërtimin e aeroportit. Siç thekson Kapital në artikullin e tij, mes dy aksionerëve ka edhe një kontratë notariale për ndarjen e aksioneve në këtë raport e nënshkruar 2 vjet më parë, kur doli nga koncesioni shoqëria turke Ida Group, por kontrata nuk është regjistruar në QKB. Flitet se një nga arsyet sepse Pacolli largoi Valon Lukun ishte pikërisht fakti se ky i fundit kërkoi të regjistrojë në QKB ndarja e re e kuotave. Tashmë Bexhet Pacolli duket se është në konflikt me të gjithë dhe po eliminon çdo figurë të pavarur nga vendimarrja për konsolidimin dhe kontrollin e plot personal mbi një projekt strategjik kombëtar me qëllime të dyshimta. Ky është një skandal i rëndë që cënon besimin publik, rrezikon integritetin e një investimi strategjik për Shqipërinë. Por mbi gjitha, ky konflikt e ka pezulluar pa afat ndërtimin e aeroportit të Vlorës, i cili duhet ishte hapur verën që shkoi dhe që tani rrezikon të mos përfundojë asnjëherë. Të paktën jo pa u zgjidhur konflikti i ashpër mes dy aksionerëve.